Të shiu zgjum, mirë mjes, po japim emisionin e gënjeshtrave. Në studio jemi me doktor profesor Frederik Ndoci. Faleminderit. Urime për emisionin. Faleminderit zoti Frederik. Qa pyetje shkeqeve të bondy? Është i lezetshëm. Profesor, qa ju shtyn juve çdo ditë të zgjoheni në mëngjes? Pse nuk zgjoheni për shembull në drekë? Unë do ta lidh me atë që ta po mbytesh njëri në lum, Po, edhe pllumu hull njoni. po, Do mos ishte ftohtë të shpëtoj. po, Kur do në ofruan po. gazetarët. Qa të shtyu ty që shpëtova dhe ta be ditë se kush më shtyu ta ja bëjnë. Pra Frederiku nuk është zgjuar vetë, po e ka shtyr dikush të zgjohet që ka qenë në krevat. Me kë ishit në krevat sot, doktor? Një miz femër. Një miz femër. Po më si dhe shotull, sa të Andrea, sa të këti. Po, po, E pash që shkoj dyrë të hylli, Po. u fshe hylli. po. Pra ju ka zgjuar ajo miza që ju Binte qoj, rrotull do me dhe thënë. unë Po nuk e- miza ishte poshtë jush apo mbi ju? Në fillim nuk e di, po më pas ishte sipër tërkohë. E ndalesh atje herë këtu, te Andrea përse të ti. Çfarë i këshilloni shikuesit tanë? Të zgjohen në mëngjes apo të mos zgjohen fare? Kur janë kohë të Trumpit, zgjoni. Kur janë kohë të Zelenskit, bëni si doni. Po, bëni si të doni. Arm- Pra, është mirë, thot doktor Frederiku, që edhe po mos zgjoheni, nuk është se humbisni ndonjë gjë të madhe. Edhe Dardana iku. Po, po, po. Atere, mund të thoni dy fjalë për Dardanën. Dardana është qeni i produksionit. Këtu, qeni i agaj ton. Çfarë mendimi keni për Dardanën, zoti doktor? Unë nuk do të ishe për pagëzimin me këtë emër kaq të madh historik të Ballkanit. Po sepse ai është në rritje, si qenë. Edhe Shqipëria kështu vorritet dal nga dal, do zgjerohemi, Se kur e shef duke do u kruaj, pushtojmë vëndet tona, do pushtojmë Kosovën. që është e vërteta. Ta them të vërtetën, se gjithmonë kam rrejt. Nuk më pëlqen kur Dardania kruhet shumë. Mos Po, u kruaj. sepse ne shqiptarët kruhemi shumë me veten. Atëherë dhe Prandaj është një fenomen. është edhe kjo lloj simbolike. jam dakord. Them të Por ne vërtetën. kemi dhe dy qenë të tjerë. Tash i them vërtetën, sa që e filloj do ta them vërtetën. Okej, shumë faleminderit. Pra kujdes, kini mendjen, sepse vetëm- doktor Frederiku vetëm këtu thot të vërtetën. Vetëm në emisionin tonë, sigurisht. Jo. Vetëm fjala, them të vërtetën është e vërtetë. Okej, po s'ka rëndësi, ke parasysh Është se s'ni gjojnë slogani. fare. Shumë bukur. Po, Salla? Po, jo, s'kemi sallë, është kameramani. Nuk është Salla? Jo, doktor. Po këto do të Ti ju kitet. me siguri e kishit për sallë operacioni. Do të kitet të brrr. Butonin e Sallës, më fal. Po, ju lutem mos na i nxirni lakrat në shesh, sepse lakra është një lloj medikamenti apo s'është medikament. Ka veprime metalesh rralla, Është metal, pra kujdes. ka metale ngrimësa të vogla metalike brenda, që kur kalbet metali Ju lutem, kamera është atje. Këtej, doktor, këtej. urime për emisionin. Urim. Atëri, a kemi ne minjera lakre në Shqipëri, doktor? Kanë qenë të futura mes malesh, Po, dhe ato me kompozimin e kohës, dhe kompozimin, se të s'po thomë kompozimin, se po del muzika të gjithë. Po. Dlan pa, dhe kompozim, ato u shëndëruan në Min Er Al. Min Er Al, që do me thënë është targa e maqinës që i transporton Albania. Kalon herë ma këtë atje në. Min Er Al, mine, do me thënë janë të mines. O ishim në provimin e ushtarakes. Po, ushtarakja, çfarë është? Ishte Ndonjë vajzë? një lëndë
Lëndë narkotike? Ja. Okej. Kështu liquid. Ishte një lëndje në fakultet. Jo për mua, për të gjithë ata që nuk e din qa është likuide, qa është shtet, apo Gjithmonë likuidi është një zonë. formë substance që lënda e ka, adin, në shfaqjen e saj me përballë të thënë vërtetën, nesh. Të vërtetën. Pa. Pra, asgjë nuk morëm vesh, po gjithsesi kjo është një gjë shumë e veçantë që e keni vetëm këtu shansin ta dini. Ushtarakja ishte një lëndë, thamë ne lëndë në mësimin e fakultetit muzikor, që duhesh dhe ajo, duhesh dhe... Muzika çfarë është, për të gjithë ata që nuk e din? Muzika është një thellësi e shpirtit kur ne nuk e njohim. Shpirtin. Po, nuk ka rëndësi për mu, doktor, ka rëndësi për të dëgjuesit, se unë se marrë që se marrë vesh. Ishte kjo është e vërtet. Ishte provimi i teorik i ushtarakës. Edhe më bjen teza minat. Sa lloj mina shkeu. Mirë mëngjes, ja ku na erdhi dhe prezentatricia jon tjetër, Big Mama. Mirë se erdhët Big Mama, të ftuarit në studio. Kënaqësi Ma prish e bujskuqin. Tani të rregullojmë në marketing. Nifesh me doktor Frederiku? Po, si, I lave lomët? Shumë, po. Ja po kalojnë drejt rrugës në ftesë për në studio, janë duke ardhur edhe Andueli me Big Bastën, që po shkojnë për momentin te lopët e gëzuara. Qa do heqin nga? Përshëndetje publikut, përshëndetje të gjithëve. Qa do heqin nga lopë? Jo, lopët ata shkojnë, se ne kemi një kopsh zoologjik këtu, që shkojnë për ta parë, por... Kopsh zoologjik jemi ne këtu, në realitet jo ata atje. Ja dhe një shaka e Big Mamës, të zgjohemi në mëngjes me budalliqet tona. Të dashur dëgjues. Jo, janë që edhe shikus. Jo, ka dhe njerëz që nuk shojnë. Dakord. Për ato e kam të qi. Dakord. Për ato. Të dashur vetëm dëgjues. Nuk po vlen konduktori me thonë ngjarje në vërtet që është ngjarje me humor. Në Hushtarake. Në Hushtarake. Po flisnim për lëndën e Hushtarakes, që është një gjë që ka muzikë brenda. Atëherë se nuk e diti. Më bjen teza minat. Sa lloj minash kemi? Min kundër njerëzorëm, kundër mjeteve etj. Po, vazhdo të këllë pasha pesë, më thash 4. Edhe prej fillimit. Edhe herë prej fillimit. 1, 2, 4. Sa tjetër, tosh komet veç mine peza. I swear. Në pashmir tosh mine peza. Shumë interesante. Kjo ishte... Big Mama. Po, Juve si një artiste... A mund të marri qinare nga Big Mama? Dhe marrë këtu. E lindur. Në qarë maternitetit të Tetovës keni lindur? Ka një tjetër i ftuar. Jo, nuk ka njeri. Nuk e shefti? Nuk ka njeri, nuk e shefti. Ku nuk e shefti? Është Anduelito, që është një këngëtar i muzikës Para se ti vishti. Merigon. Tu ju edhe tjerve. Fakirët e tjerë ku janë? Atje apo kli? Në mëngjes, por jeta këshu e ka. Mund t'i thoni një mirë mëngjes të gjitha gallarëve tanë që janë sot edhe nëse. Mirë mëngjesi gjitha gallarëve. Kamerat janë atje, edhe kamera juaj është ajo atje. Kujdua. Vëllezërit Libohova. Vëllezërit Libohova, pra dikur. Mirë mëngjes, ditë bukur kalteron. Piqik atmosferë, na falni se s'kemi orkestër, se si kemi dhonë rogën sot, edhe nuk na erdhën. Para dhe një. Po njeri vjem qik për hatër. Po vjen njeriu për audiencën, jo për mua, se mos më prish po. Të duar të kitje. Tu la maison dans la tête. Je me suis content bien non. Du match quand Je lève debout. Oh, merci. Merci beaucoup. C'est très joli. Je lève debout. Je suis très contente que Anduelito. Forcelito, mund të japësh një audio me që nuk ju lejohet me një konte partiro për shembull për të gjithë agallarët tanë që na ndjekin në këto momente? Me ty nisem sot. Po, një malet e detet. Po. Ku nuk di not. Se jam. Po kjo.
Sën fola të Eli, Fakiro. Gati Rëshidi, që i tha ti priftit. Fakir, nuk bon trish aty. Edhe gruaja tha, jo të ka Rëshidja 2 herë. O Frederik, nuk bon trish aty. Ju lutem, mos na prishni emisionin. Deshet I thoni 2 fjalë shikuesve tanë. Po, ju thash mirëmëngjesi, agallarve, 2 fjalë, thash mirëmëngjes është 1 Jo fjalë. një gjërë. Mirëmëngjesi, ju dua shumë. Kam derin dhe knasin që jam mesin e 2 artistët të mëdhej. Jo, unë jam prezentuesi. Unë jam artist, unë jam... Po jo, të po prezentuse. Unë jam papunë. Doktori. Prezentuse e shkëlqyer. Faleminderit. Prezentuse. Fustanin ku I ke prezentuar. Jo, nuk, tani jemi të gjithë unisex, pra ka barazi gjinore, ose qinore. Ule pak fustanin, Ju lutem, zoti konduktor. Ju lutem, mos na zini kamerën, mirëmëngjes, ja ku vjen dhe shtangisti jon. Ju lutem, pra vazhdoni. Po, nuk është e tani sa u futa në studio. Po. Çfarë vutë re në studio këtu ke ne për shembull? Telat në përkëmbi, pe? Mos mi shti etha ti. Telat në përkëmbi. Pra. Dhe kitarë. Mirëmëngjesi, mirë se na Po, erdhe. është edhe I ftuari jon I radhës, Limi. Po. Limi Kemi emisionin e është mëngjesit. doktor, profesor Ta bëjmë në çdo mëngjes. shkencat aeronautike. Doktor mirëmëngjes. Mirë Por se doktor I erdhët në çfarë emision. është Limi? I shkencave aeronautike, që do me thënë ypën zbret. Kaq, nuk merremi me, nuk I dim më tepër. Big Mama po qesh. Ishim të pyetja, si që pyeta dhe profesorin, që tha e shtyu një mizë, juve, qëfar ju shtyn të zgjoheni çdo mëngjes? Pse zgjoheni në mëngjes, më sakt? Se zgjohem. Edhe mu I bashkangjitem. Ka lidhje që jeni e zgjuar, apo Po, ka edhe, s'kam flet tërë natën. s'keni fjetur tër natën? Pra, Big Mama nuk flet, por zgjohet në dark, kur flen të gjithë. Mu gjithmonë Kjo më thonin... vase është qepsi. Më thonin, mundem? Oui. Mu gjithmonë më thonin, nuk je I zgjuar. Dhe vendosa gjithmonë që zgjohem, I parin gjithë që dukem I zgjuar. Pra, Big Mama, të na thoni cili është suksesi juaj që juve rini zgjuar, ose jeni njeri I zgjuar, që ju thonë që je e zgjuar, apo nuk ju thonë? Jo, për kundrazi më thënë se si e mirë. Si e mirë. Po, si e mirë Konduktoria dhe e më thënë programit që tim. je e shkalluar. Në shumicën e raste dhe më thënë je grop. Gropë. Pra, si arritët të jeni gropë? Po ja kështu dundet e zgjuar dhe truri ka nevojë që të flejë gjumë, duke mos fletë edhe njeri shkallon, vjen me një moment që të bjerë në grop. Të ndërpresi qik? Po, Më pëlqen leshi juaj. leshin e kam shumë. Cili leshi, si për mi, apo I su për mi? Se ka lesh dhe ke supet dhe ke flokët. Dhe ndër Po për supet. këtë do kemi një të Dhe ftuar ndër tjetër. supet. Edhe ndër supet, edhe këtu. Pra mama ka ardhur pa rojtur sot. Pa urruar. Faleminderit mama që na Rof, mama, leshin. Faleminderit. Atere, se mos kalojmë në banalitet, leshi është fjala se juve të nderuar. Nuk e njohim pa bukë. Ashtu, leshi është për leshin e paltos, se kemi keq kuptime, na ndjek edhe ama pastaj, edhe na bën... Urime. Faleminderit. Big Mama, si që po të thosha, Ne na i çfarë ju shtyn të zgjoheni? Çfarë më shtyn të zgjohemi, ju tregova për shkak se mendoj. Pas edhe gomet me lesh. Po, janë papuqe që nuk po I bëjmë për shkak se nuk kanë paguar ato të marketing. Papuqet janë, e di unë, ja u them pastaj. Sa të na jyn lekët. Shaka mi drejt, shaka. Shaka. jo ti e kemi gjithmend. Po, unë e kam me Ti gjithmonë. ftove këtu në emision mu të më degenerosh. Jo të rigjeneroj. Jo. Jo pa qëllim të ftova dhe me doktor Frederik Doci. Faleminderit, ja na vjen nga regjia një cigare. Faleminderit shumë. Cigaria ja japim, sepse zoti doktor e ka problem shumë
çdo gjë që është në tavolinë do ta ketë të vetën Dhe në xhep. dhe bëhet nervoz. E ka këtë. Ja si del tu. A keni bërë Ja gjë? si del tu. Çfarë vrim vetëm. Ka shumë. Në jep që është gërep, zoti. Ja pra një ndezje live, doktor Frederiku ja ndez Big Mamës, i vë flakën, por Big Mama... Por Randi e shumë flakën. Po, pse cili është çelësi i suksesit tuaj që jeni gjithmonë flak? Gjithmonë çelësi i suksesit tim është energjia që kam. Energjia. Sa ju vjen fatura e energjisë zakonisht në muaj? Te ne, andej, në Maqedoni, energjia vjen shumë. Nuk e vjen jo? Nuk e vjedhim. Vjedh shteti. Ja pra kjo Ne e paguajmë. Hajde me të ne, më telat. Po besoj që kam drejtën, po që ndejta këtu 3 muaj, unë më jam shtetëse shqiptare. A mund të themi Bravo. 2 fjalë? Jo, se është një problem social shumë i fortë, Shumë, duat marrë energjia. pasaporte shqiptare. Energjia. 2 fjalë. Energjia. E kam për Big energji. Mama ka sa kohë keni emigruar në Shqipëri? Po tani 1 muaj ka. 1 muaj. Po, Dhe azilja. sa e keni patur vizën? Jem pa vizë. A jeni pa vizë, pra një artiste madhe, një histori suksesi. Bashkarami. Arratiset nga Mali Bashkarami. dhe vjen në Shqipëri të gjej rrënjët e saj. Nga qafa e Thanës. Nga qafa e Thanës. Pra është vërtet një rast unik, ekskluzivitet vetëm i emisionit tim. Këtu tani, Big Mama, ti meriton. Ja po vjen dhe një model tjetër që është arratisur nga shteti i Kosovës. Mos ta si kamerën. Kamerën emision kemi. Na zure mos i ktheni popoqin kamerën. Pyetja më me ta bo, Po, lutem. po. A ke flajt prom ajo? Jo, nuk kam fjetur, prandaj më ka ikur truri se kam përgatitur emisionin. Kam fjetë mërë okej. birë. Po veç ke flajt. Në fali se jemi publicitet. Sa orë ke flajt? 3 orë, 2 orë. 3 orë, se Ylli më Një ke dhe thënë unë. kamerën. Edhe të kam dëgjuar. edhe më Ati këtë sa vonë ke flajt. Po. Edhe të konfolsim duket? Unë se di se s'kemi orë këtu në Jo, produksion. ati ku e kum vrejt. Ati ku e kum vrejt. Se je konë që të kenaj deri vonë jëm që më shku deri në toalet. Jem O, që shkën toalet ti? Jo, veç prom, s'di pse. Mund të që e bën në dyshek. Edhe jëm shku. Nuk jemi live, jo, është publicitet. Do mirë, jëm shku me marrë peshkirin, edhe ka jëm ardhë, po i ke mrena në plevet, dikosh, Erando e t'kesh panzon gjumi ty mrena, e kam Ku më? prom. Jo. Për bes, po. Ke pa ndër. Jo, ta shkadzaj, edhe o dojt për aty. Nice dream. Jo, seriozisht, po. Po jo, më Ka bo Erando ku më kërsi tonë e masak, nuk di që ka ndodhë tani mo. Jo, isha në Plevic edhe po e fliqa, pastaj më ta Erando prit, e kupton se kishte punë për të bo, dhe Erandi më dëgjon, i thash, po të dëgjoj. Gjumi në ondë. Po, mi. E ke nga jo, nga kjo? Jo, nese se filloj emisioni, ylli, jemi në emision live. Jemi në emision live, e kupton me të ftuar. Bëu gati dhe do të ftojmë edhe ty. Unë kom një ide të shpuqet. Ja kur i kthyem përsëri këtu në emisionin ton Kap Qat Kapësh. Me mëngjesi nga ferma. Mirë mëngjesi nga afera numër 2. Ferra VIP. Bash fera. Në shtë butonin. Po, vazhdo. Dhe po e lam ke çështja e emigracionit të Big Mamas. E kom me poetet. Si mund tjetë poeti në burg? Ose si mund tjetë burgu pa poet? Ja, pikrisht se Big Mama do ta provoj këtë gjë. A mund të shkoni cigare ju? Palet, ku të doni, juve jeni doktor dhe bëni që të doni. Në fund të fundit. Ate Big Mama, si që po thosha, pra u arratis nga Tetova, kaloj disa male që të... Latë për sola, hej, rrugës nga Tetova, hej, atje pash dy qika, hej,
Big Mama shumë e veganisa. Pra keni ardhur nga... Keni qenë dy qika njëra ngeli rrugës. Strofa. Kemi qenë dy cauca. Dy cauca. Strofa. Hajde të lumdora, Jo, ju lutem. Ky më provokon mu dhe më. Ju lutem. Tash ky është një emision serioz, e kupton? Ne pretendojmë që t'i zgjojmë njerëzit në mëngjes, nuk mund t'i zgjojmë me ato lloj veprimesh. Ashtu është kënga më. Doktor, pavarësisht ju jeni doktor dhe e dini shumë mirë, domethënë çai këshilloni njerëzve çdo mëngjes. Por gjithë ideja është pra ishim ke Big Mama që kaloi si ishte broda male që të arri të jetë prezent vetëm në emisionin tim. Pastaj i lutemi policisë së shtetit kur të dali Big Mama ta arrestoj sepse është një emigrante pa letra, nuk na duhet më. Faleminderit. Si nuk të duhet Pra më? ja ishte një akt dhune live. Këtu në emisionin tim. Doktori... Unë dua në shtetësi shqiptare. Dhe prandaj kam ardhur në emisionin tënd të më zgjedhësh problemin. Të zgjidh Jo problemin. mu të ftosh policinë të Maratis. Pa tjetër. Të dukem gjë unë si ministër i brendshëm, një pyetje kisha. Po je. A ka shtrydhi më të pushin cigari të faqe? Jo, po tash një sekundë se s'po marrim vesh. Po doktori është për shtrydhi. Atëre, kur në publicitet mund t'ja shtrydh. Ka një ditë këtu, ku kishte vjet edhe Shqiponja. Po, Shqiponja është qeni jonë që ka ikur dje për një ekspertizë më të thellë se ishte si njeri. Tash të kujtu, a kuptoj? Po, vazhdo. Martohu me Randin për letra. Më kujto, i se ku ullet aty ku ka bleqi. Po, shumë mirë. Edhe ja. Pra, Big Mama, Po. të kalojmë në një pyetje tjetër. Urdhëroni. A jeni gjithmonë kaq e bukur sa sot? Apo Jo, me rast? kjo ishte enkas për ty. Enkas për mua. Pra, nuk janë sytë e tu. Ja. As buzët e tu. Jo, i kom marrë nga komshia. Shikoni pra se është një fenomen shumë i rëndësishëm, social, e kuptoni. Doktori iku nga menja, pikër se ka që i mban bateria, nuk kishim do t'i laq më tepër, për shkak që nuk në ka hyrë akoma rrugë. Doktori u çmend, i lutemi organeve kompetente të vinë të bëjmë punën e tyre. Apo ishte... Faleminderit. Marrim. Votoni për doktorin. Qa do me thënë kjo, doktor? Ty tjeta. Tu e tjeta. Thash mos deshe 5.000 lek Me borç. 11 maj, ty tjeta. Aha, 5.000 lek borç për doktorin. Edhe jetë të lumtur. Dhe i lutemi psikiatrit të produksionit të vitë Pa fundimore. të verifikoj gjendjen shëndetësore. Tonën, komplet. Sa mirë me bërë kjo cigare. Neve gjithmonë kemi cigare, do me thënë, të jashtme, që në vim nga jashtë, nuk është se i prodhojmë këtu, kemi patur 2-3 fabrika cigaresh. Një larask. Dhe të rojë këpema. Doktori ka filluar imazhe, halucinacione vizive. I ka cigarja. Big Mama, pse do ti të jesh një shqiptare dhe të kesh pasaport shqiptare? Jo, 2 shqiptare, se një është atje. Atje është Maqedonia e Veriut. Pasaporta, e Maqedonia. Pse e don ti pasaportën shqiptare? Qarë ka Shqipëria më shumë se... Një sekund. A ke liq në karta atje atje? Liq në karta, liq në karta. Se jena, se ta duhet. Qarë ka Shqipëria më shumë se Maqedonia? Shqiptar atje e shqiptar këtu. Këtu e vjet një rrymë, nuk e paguni. Kush ta tha ty? Kjo, ja, doktori. Doktori e vjet se është Shkodran. Në Shkodër i kanë... E pikrish unë dua në Shkodër. Në Shkodër i kanë thy sahatet që në 90-ën edhe... 33 vjet. Ashtu. Një dëndër nga Shkodra. Po juve. Dhe dua parsye vetëm është ajo, mos paguaj fakturë. Vetëm për rrymën. Po. Pra nëse do gjendej një biznesmen në Tetov që mund të paguan të rrymën tuaj, juve nuk do lëvizni. Jo, asesi. Okej, i bëjmë thirrje të gjithë biznesmenëve të mëdhej në diasporë, kush ka mundësi të ndihmoj këta artiste të madhe që nuk ka pare me pagu rrymën. Sa mund tjetë rryma në Tetov?
Po, Është më tepër se 20 euro në ditë? mendoj se unë muaj në ditë nuk e di. Në muaj. Pra kush nga biznesmen, sepse ne kemi biznesmen shumë të fuqishëm, shqiptar që janë të shpërndar në gjithë botën, madje dhe në hën kemi shumë. E din një diçka kam një Ta mbaroj të lutem. Këtë që po bëja thirrje sensibilizimi për Big Mamën. Që t'ja paguaj 20 euro në muaj është rryma në Maqedoni. Qa 20 euro, bre? 600 euro. Ti the 20 euro. Ti the ditën, thash, unë muajnë ta tregoj, jo ditën. Po, ma trego. Po 20 euro dita. 400. Jo, 600 se rryma nuk e bën pushim të shtunë të djetë? Jo, asë po, me bile shtohet edhe një ditë. Hani rrymen. Okej. Hani. Nuk e hajmë. Një pyetje interesante nga doktori. Qarë bëni ju me rrymën? Unë kom shumë kunj me ju. Ha? Po jo kunj. Far kuj? Një kunj apo disa kunja? Shumë të malë. E ka një kunj të malë. Sa deshet ju me lumin në radika? Që deshet në nalit? Ne deshet të Thuaj. Që? Ishte një lumë radika dhe në ndalin Radika. Radika brigjen kush është? ekologjike që ka babë zoti. Qa është ky lumi? Du që me në ndalu? Degë drilidzi. Radika du që vina. Qa më thua, doktor? Do të lenin dibrën Wow. si Saharaja. Pse deshet ta lini Po janë dibrën kanë si qëllime Saharaja? A, cili është Do bërë një qëllimi? termocentral të digën anet, që do të lumi këtej. Po, Kupton, të do në të ndryshu dhe zotin më vërë, të Macedonë. Ka ikë më Aleksandri. Më falni, juve jeni Ken- Macedonase nga nishi. apo Ja, Shqiptaronase? ne Nga jemi fond. shqiptaronase. Shqiptaronase. Po jetojmë në Maqedoni. Jetoni, po pse në Maqedoni dhe nuk i thoni Shqipëri? Po ja, po presim dhe po kontribojmë që të bëhemi Shqipëri e madhe. E kuptova, sa të madhe e doni Shqipëri? Shumë të madhe. Sa, deri ku? Të bashkohemi. Se ne kaq pak sa jemi dhe s'po merremi Jemi vesh. para me Do do, me po e- imagjino të jemi jemi- shumë, qa bëhet me ne? Kush na del ne për Zot? Po, para me ndo që po bëjmë ne këtu, me Po, disa njerëz. imagjino, neve jemi vetëm 15. 10 këtu, që Imagjino- jemi të përzirë, Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri, s'po merremi Nëse neve. ky është një kamp emigrant, është si që kemi thënë dhe më përpara. Po pa. Imagjino të bashkohemi gjitha edhe çfarë do të bëhemi. Cili është objektivi juaj? Pasi ju të merrni pasaportën nëse e merrni. Do të shesh. Do të shesh. Do kuj dritat. Do ta shes. Do po kuj dritat me te. Do të kthejmë prapë. Publicitet. Kemi një emigrante tjetër nga Jordania. Nga Jordania e Veriut apo Jordania e Jugut? Që 13 ditë kam nejt me mendimi që është nga Arabia. E si mja ba Arabin më të keqe. Po jo, kjo është vendi më i mirë. I poprive Arab. Jordania është vërtet. Jordani. Izrael Ka është i pari. publicitet, thoni qa doni, mund edhe të ziheni me hizmeti, vetëm kur të filloj. Ej, nuk e dini Elinara, me çfarë tortura është zgjuar, kemi shumë muhabet. Fillo transmetimi. Mos i ktheni kurrizin kamerës. Se kemi emisionin. Në emision Aty nuk live, ulesh, ne e aty filluam. zhytesh. Presim tash deputetin Na, Gani Osmani, si ka? Gërminja, nga Cmik Jo, është Gënjinja, Po, Kjo është e qullur. nga Cmik Gënjeshtra. e bëjmë gjithë më një Unë do emision. më dhe një astakve. Po, bëba, e filluam ne. Pa, ja, Po, jemi Jo, i shorja. action. Jo, më ka... nga nesër do lançojmë edhe prezantasit, po do jetë gjithmonë në të njëjtën orë, të lutem. E doni ati astikun me A vjen do ti nga Tetova Po, këtu për si, ditë? unë më këtu jam. Lara Frederi. Jo, vjen. E më lagur kja. Po, do të vi. Do të punsojmë, në qoftë se Ma ju lagur se Po, ndoshta do të marrë në shtetësinë e Shqipërisë. Po, do vini direkt, do me thënë? Po, Sa do ju merr vini. nga Tetova në Ska, po, tani nga rruga e re, nga Dibra që është për 3 orë gjysmë jemi. Për 3 orë. Jo më pak. Për 3 orë. Po ku jenë? Detov. A, të tojë. Sa pra, Do të bësh. ja pra sa më rriti në studio edhe Elinara. Elinara Shehu. A bë një pyetje para... Po. Pse ka lind Ara kjo? Ne kemi një maternitet. Po në atë Pyetje kohë, me shumë vënd. në atë kohë spitalet ka qenë pa mundur të Ishte shkon. Dhe E kapën- nënën e vete ka kap dhimbjet në Jo, Ara dhe ka lind Përpara Ara. dhimeve, si doktor që janë shprazja ujrave. Po, Edhe, Pra basaj kjo ka lidhje gjithmonë, Elinara ka lindur ke ujësjellës. Që ta...
Ta kemi Ta parasysh. pysim se si është zgjuar sot, Elinara. Elinara, mirë se erdhe. Seriozisht ju lutem. Kjo ka një problem që nuk dëgjon. Elinara, mirë Jam mëngjes. ngritur Mirë se erdhe. Dhe është zgjuar me tortura. Kemi një pyetje Jam të zgjuar e përballë. torturuar. Okej. Gjithë nerva dhe duke Faleminderit. bërdit. Kupto, unë jam nga ato prezantuesit që s'dëgjoj. Zdigjet. S'dëgjoj, jo, s'dëgjoj. Ka mundsi një Po, pyetje? s'dëgjoj. Dashuri. Si u kam zgju unë, Po me Elinara, tim. po. Një sekond. Elinara, Do një kaloj pyetje. edhe aty. Atë do ta Çfarë trajtoj. ishin ato të bërtiturat me mëngjes? Çfarë provokimi? Yri gjallë prit keqen. A edhe gjallëpri, edhe të Burro hyri si fresko. duket. Gjallë prit. burro fresko ja, do të thotë. Elinara, më lejoni t'ju njoftoj që jemi drejt për drejt. Mirëmëngjesi nga me Ferma publikun 2. ton, Nga emisioni Ferra 2. Po, Fera 2. Ferra VIP 2. Që do të thotë, ky është një emision i cili Ju ka... jeni Dante, ju lutem kush Jo, jeni unë jam juve? dunte. Unë jam bunte. Kjo është punte. Për telespektatorët dhe t'ishte me interes t'i bënim një prezantim për juve dhe t'ju bërja pyetjen e përbashkët, të cilin ja u kam bërë të treve kokave këtu, doktor Frederik Ndocit, doktor profesor asistent, lektor në Universitetin e Karambullajt, Big Mama, një emigrante artiste nga Tetova, e cila Kërkon ka në shtetësi. rrezikuar jetën që të vinë në Shqipëri Dhe kërkon në për shtetësi shqiptare. strehim në shtetësisor. Dhe është dhe Elinara. Tani pyetja që do ishte E dim se interes ka marrë për këtu? audiencën tonë është Oj, çfarë ju shtyu dëgjoj. juve? Tregoj një pse jam këtu dhe çfarë qëllimi kam. Po do t'ja tregojmë pastaj, po ta pyesim mirë që të përgjigjet dhe kjo që t'jemi barës. Okej. Po ta bëj një pyetje, ta bëj për Na të fal, tre. vazhdo. Faleminderit. Çfarë ju shtyu të zgjoheni sot? Kishte një gjatë për në krevet. Isha. I ka i këtë seri të vërdit. Ju lutem një dy facoleta për Elinarën, që u prek shumë nga pyetja, e pa emisioni jonë bën kështu pyetjesh me shpirt. Pra, kush ju shtyu të zgjoheni sot në mëngjes? Nëse jeni zgjuar, nëse po flini akoma, nuk jemi nuk ka zgjuar, problem, neve. vazhdoj Po, për një gjatë për me emrin atë. Kemi këtu një krye ferre. Po, Pra, një ferë të madhe. Një ferë të madhe. e cila direkt shkon dhe Elinara. Dhe duke e A pse tërbu. juve flini bashkë, po, e flim jeni bashkë. bashkë. Po, jemi me- Lajm, Elinara dhe Big Sa thash? Mama janë bashkë. Çfarë thash? Ju lutem portalit ton atje, ta nxjerri pak tash. Flim bashkë. Elinara dhe Big Mama flen bashkë. Po jo jemi me një kamp që flim gjithë bashkë. Janë në një kamp refugjatësh. Po. A ju kujtohet një Në lodër? Republikën e çfarë republike jemi këtu, doktor? Çuditëra. E çuditëra. Republika e Gallatës. Në A ju Republikën e kujtohet një Gallatës. lodër shumë vite përpara, shumë dekada përpara, një fotograf që ese këtu. Jo, neve s'kishim lindur Plak, atëre, një po blik. besoj që do jetë e vërtet, përderisa e thot doktori. Mu kujtua. U kujtua. Doktorit i kujtohen shpesh kështu gjëra, që i lutem regjist më sjelli ilaçet e doktorit urgjent. Sepse nuk po mban më. Po Elinara, çfarë ju shtyu? Ferra. Ferra. Po. Po. E shiko që s'ka bazë. Se ferrat grejtë. Kjo s'ka pasur zë asnjëherë. Edhe atër kur kishte zë nuk kishin vesh. Shumë mirë. Jeni e lumtur që jeni zgjuar? Sigurisht që jam e lumtur. Nuk është e lumtur. Por Fera jo, ngacmon e kënaqur. Elinara Jo, po kënaqur. të bëj zhurmë që të na zgjon gjithë neve. Ja, shef. E zgjuar. S'më duket shumë. S'të duket. Pra, sipas doktorit, ai e kuptoi më njëherë që Elinara ka një sëmundje. Jemi në transmetim. E kuptoi më njëherë që Elinara ka një sëmundje që nuk është shumë e zgjuar, duket. Domethënë, doktor, nga e kuptuat? Sepse I na erdhi dhe një e ftuar tjetër në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. U mund të do ulesh vetëm se s'mund të ikësh më sepse jemi në Vali Live. Si e zemër? Qa bënte? po e rregjiste vetë një këngë.
Sa ta preki. Esteri është një emigrante tjetër këtu në kampin e refugjatëve, e cila fle zakonisht me pijama. Dhe vazhdojmë, Ester, faleminderit që Dhe ne gjithë që jemi me pijama. Ku shkon në banjë, i heq pijamat. Interesante dhe kjo doktori e kuptoj me njerë që Esteri kur shkon në banjo i heq pijamat. Është shumë interesante, tem që do ta diskutojmë pas pak, ka lidhje me modën. Atere, vazhdojmë me moodin e Elinarës. Jemi live. Elinara, po. Çfarë ju shtyu të ngriheni çdo mëngjes? Çfarë ju shtyn? Kush ju shtyn juve të ngriheni? Fera, Se pra. nuk rrini shtri. Fera. Sot ishte Çdo me ferë. mëngjes. Çdo mëngjes e hasa ferën, Elinara. I ka munguar Dhe na tërbon të gjithëve. Vetëm ka një gjë. Kur jemi live, flet vetëm një, nuk flasim paralel, sepse mund të ngatërohen ata njerëz që na Kryem kakofoni. nëse nuk e kanë fikur televizor. e mbilla. E mbolli dhe doktori. Po. Ma i biçika që Elinara, se kemi të bëjmë një pyetje publicitet. të lutem përgjigje. Unë kemi përshtyn korja. Gjithmonë me Duhet të ty. korë, duhet të prashis. Tring gjithmonë edhe me ty. Tring gjithmonë. Kemi atëre kalojmë tek Ester. Kemi një pyetje për ty, Ester. A mund të më bësh dhe një kafe tjetër për shembull? Po nuk di ta bëj. Është një pyetje shumë interesante, se unë bëj pyetje që nuk bëhen në emisione. Vetëm unë i bëj ke emisioni. Vetëm unë ke emisioni. Nuk mund ta bëni domethënë dot një kafe. Nuk bëj. Si ma thoj si bë. Futet e marrim kafe, Kapsulen. domethënë marrim filxhanin, Si zhytje tjetra. E e hapim. çojmë filxhan, ju lutem mos na Zhydo, pengoni peshko. kamerën, megjithëse jeni transparent, nuk ka problem. E merr këtë, e fut ke ekspresi. I fut një kapsul. Atë kapsulën. E hapat, e fut, e shtyp dhe e... Ashtu është, ja, mama e ka mësuar, sepse ne shqiptarët jemi një kombë inteligent. Kap stresi. Ne mësojmë shumë shpejt se si punon kafja. Do me thënë, jemi i vetmi kombë në botë që e kemi këtë aftësi dhe për këtë meriton ky vend që na ka ushqyer Jo, të me gjatë. këto minerale, me këtë gjatë me edhe këtë prapë hije e shit trusnitë që ka kemi në shkuar Shqipëri. 2-3 herë Pra, dhe e vjen. vazhdo. Shtyp 3 herë. Po. Po, jo 3 herë kështu, për një herë. E shtyp një herë, ajo nxjerr. E shtypën e dytë ajo nxjerr ujë me pak kafe. E shtypën e tretë nxjerr vetëm ujë dhe kështu neve do të kemi shansin të provojmë se si Esteri e bën një kafe që Ti do ta marrish për nuse kjo s'di kafen të ta nxjerr. Pastaj thu, mamin e ke që ka. Atere, Si kjo? më lejoni Tjetër t'ju shumë. them edhe një kuriozitet. Big Mama është vjera e Esterit. Ose kandidon Që nuk e do. Esteri kandidon për Martohet. nusën e djalit të Big Mamas. Por këto do t'i themi në emisionet të Duhet të ca tjera. kushte ka. Duhet në emisionet të Keni tjera. banjë këtu në emision? Keni banjë. Keni banjë në emision? Jo, në emision nuk kemi në televizion. Zakonisht ne e bëjmë këtu ku jemi, sepse jemi shqiptar. Dhe shqiptari e bën aty ku është. Faleminderit. Le ta ndjekim një bërje live, E mylla dje. vetëm në emisionin tim. Lutem largoni fëmijët nga ekrani. Këtu këndojmë këngën zakonisht. Oj, molla kuqe, që mos dëgjohen të thirrurat dhe të bërtiturat dhe keq interpretohen nga komshit. Faleminderit doktor. Jeni i papar. Do me thënë, aq i papar jeni sa nuk shifeni me sy. Doktor, çfarë mund të na thoni për shqetësimin e Elinarës? Linara, a që shumë i qetësuar se s'm ka dhënë cigare. Po, është sëmundje kjo, apo është diçka Limi. akute që Mirë se na në gjete. raport? Mirë se na gjeti. Mise ju gjeta. Mirë se na erdhe. Mise u Një Mirë se u erdhe. Mise u Ja se u poqë. çokon. Mirë se u Ajde se erdhe. ma merat. Elinara, Sa për gjumë. më duken, ju lutem, në qoftë se keni për të bërë muhabet me njëri tjetrin, kjo është një kohë Mund televizive të dilni... e paguajmë ne dhe të bëjmë çfarë themi ne. Morët vesh apo Jo të na shfrytëzoni rastin ju këtu. Regjia, një kafe tjetër.
Çfarë doni? Kam ardhur të Po tash të pyet doktori, të lutem. Të lutem. Pasioni im është Të të shkuj lutem, ferrat. të pyeti doktori, jo unë ç'po Po pse s'pi shkull? Moj zonj, të pyet doktor Frederik, vazhdo, Çfarë kërkon? përgjigju të lutem. Ku të dhem? Thuj gjithkohë. Ove, Maza, këtu, tjetër kohë. këtu. Mos ke thyer gishtin me zemër. Këtu. Mos ke thyer gishtin. Kus Të më dy dhëm? burët i ka thyer. Ku do Kus më dhëm, doktor? Kus më dhëm? Okej, mund të A ka mundësi një 2-3 pikat janë ti? Pepe, doktor, nuk e dhimje të dhimbshme. Ja. Doktor, a mund të kishe jetë rëndësishme jam. kur kësa i dhëm gjithandej, mund të jetë ndonjë sëmundje brendshme? Jo, ajo është e brendshme. Nuk e ka të brendshme, e ka të jashtme. Nga doktorin e kemi këtu. Në u rikthyer në studio. Të më bëtë zimë me mu. Më bëtë zimë. Për Elinarën e kishim, lutem, mos na nxirni nga tema. Më shumë e kam këtu, doktor. O, bo. Kullarja. Te kullarja. Te kullarja. Që më ka ngecur një gjë? Ju lutem nga ky moment deri kur të them Mund të bëj një pyetje unë, ndihmë? emisioni vazhdon me kod. Si lanë dhome shumë. Me 16 kod. Largoni fëmijët dhe pleqt nga ekrani, ju lutem. Doktor, me gisht. Ma 10 emision. Mos guxon njeriu të bëjë një emision serioz sepse jeni të gjithë karagjoz. Nuk e di. Nuk e di. E ka fajin asistentja ime që më sjell kështu të ftuarish. Tashi. Dhe nuk të sjell kafen e Pyke dytë. më për mua. Fjalla Karagjoz më Maruan. thonë syzi. Unë jam jeshil. Po, Jeshil Gjoz. një Jeshil gjës, po. do rikthehemi tash në studio apo jo? Pej se dë... Pak më u lodhëm për pauzë. Është të ha ekran. Vazhdoj me rubrikën Po jo, e... kthehemi tash. Po do të kthehemi më vonë. Po pra, po ti japim- po thu vazhdoj me rubrikën, tash o kthehemi ose kthehemi. Vazhdojmë me rubrikën e modës, ne rikthehemi sërish në studio. moda, po të është një vi- material që... të vi sekseri. Po jo, e kanë... Ja, e esteri. E kanë përgatitat. Ha, e ke prekë. Po, ne shkon pastaj kthehemi këtu. Let shkon. Është terren nga jashtë. Let shkon.